Kosova të shtunën i është bashkuar Kroacisë, Malit të Zi, Serbisë, Bosnjës, Maqedonisë së Veriut dhe Greqisë në bojkotin rajonal të supermarketeve, i cili u zhvillua në 15 mars në ditën ndërkombëtare të konsumatorit, raporton Ekonomia Online. Aurora Doli nga kjo iniciativë ka shpjeguar se ky është një veprim kolektiv që pason protestat të ngjashme në vendet e fqinje. Iniciativa është një bojkot rajonal që ka ndodhur në vendet e Ballkanit Perëndimor, tu nis prej Kroacisë, Malit të Zi, Serbisë, Bosnjës edhe Maqedonisë edhe Greqisë. Na kena vendosur me u bashku këtij bojkoti rajonal për arsyeën e çmimeve shumë të larta të produkteve esenciale, që është edhe njëjta arsye pse kanë ndodhur bojkotet e mëhershme, nisur edhe prej shtysës, të kësaj diferencës mes rrogave të vogla edhe çmimeve shumë të larta të produkteve esenciale. Pritshmëritë janë mendoj vështirë të matshme, po iniciativa qytetare ka pas një momentum shumë të madh në fillim. Ka pas grupi sot i ka 10.000 anëtar, po na jemi krejt kohën tu gjetë mënyra, tu gjetë metoda, edhe këto kërkojmë edhe për qytetarëve, se tek e fundit kjo është organizim qytetar, nuk është i disa njerëzve. Pritjet tona janë një bojkot masiv i supermarketeve që ku shumica e kapitalit kryesor që e shpenzon konsumatori është i koncentruar. Presim një bojkot ku rrjedhimisht ka pas edhe një reagim zinxhiror te pjesa e çmimeve. Po unë iftoj qytetarët me na u bashku në bojkot edhe me u organizu me një tjetrin, me bo lajm tek kolegët, tek familjarët, tek shokët, edhe njëjtën kohë ju bëj thirrje edhe punëtorëve të supermarketeve që me u solidarizu dhe me u bashkëorganizu edhe ata sindikalisht mes veti. Ky bojkot i organizuar nga iniciativa Kosova Bojkoton synon të adresojë çmimet e larta të produkteve esenciale që mbeten sfidë për qytetarët e Kosovës në raport me të ardhurat e tyre.